Tani kuptohet marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Venezuelat janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Por unë këtu e fajsoj dhe nuk kam as pak mëshirë për presidentin Maduro, i cili nuk u përkujdes për veten e tij. Ai edhe pse i erdhën anijet ushtarake në afërsi të Caracas-it, ai qëndronte në Caracas. Venezuela është shtet i madh, ai ka mund të tërhiqet në periferi, dikon në kufim ndoshta edhe me Kolumbin apo në mes të Venezuelës. Pra nuk e mori seriozisht rrezikun e Trumpit. Ne duhet kemi parasysh që Trumpi është me vendbanim në Florida, dhe në Florida, në shtetin e Floridas kemi shumë nga Amerika Latine, sidomos të diasporas kubane, të cilët edhe kanë fuqi votuese, po edhe kanë fuqi për shkak se edhe kanë erdhur dikon 60 vite, 50 vite më herët dhe janë bërë edhe shumë pasanik, janë edhe donator të Partisë Republikane. Pra këta ndikohen edhe nga lobi latin të qym apo i diasporas kubaneze. Dhe jo vetëm Trumpi, po edhe Marco Rubio është prej Kube. Jo vetëm Marco Rubio, po edhe Pam Bondi, ministri drejtësisë, është prej Floride. Edhe shefi i CIA-s, i cili e mori këtë iniciativë, është prej Floride. Po ashtu edhe ambasadori OKB-s në ISHBA-s, Mike Vance, edhe ai është kongresmen i Amerikës. Pra të gjithë janë këta guvernator, kongresmena, senatora me vendbanim në Florid, dhe ky lobi kuptohet që i jep rëndësi të madhe Amerikës Latine, për shkak se edhe ata shpresojnë që të marrin vota prej votuesve latin. Kjo është një faktor që ka ndikuar. Po besoj që edhe përpjekja kryesore e administratës Trump, sidomos të Marco Rubio si ministri i punëve të jashtme dhe këshilltar për siguri kombëtare, është që ta çlirojnë Kubën. Dhe kuptohet që Venezuela e ndihmonte shumë Kubën, sidomos në aspekt të naftës. Ua jepnin naftën pa para, përderisa kubanezët dërgonin disa mjek përkundër shpërblim në Venezuelë. Dhe tani do të hyjë besoj që në një recesion ekonomik më të madh Kuba, dhe ndoshta do të bëjnë një përpjekje tjetër që ta çlirojnë sipas amerikanëve Kubën dhe ta kthejnë në orbitën amerikane, për shkak se doktrina e Trumpit, sikur thotë ai doktrina Monroe, nuk do të lejojë që në hemisferën e tyre të ketë ndikim të shteteve të tjera. Dhe kuptohet që Venezuela ishte në marrëdhënie të mira me Rusinë, me Kinën, me Iranin, dhe këtë besoj që nuk do të lejojë administrata e Trumpit. Kjo është paktën përpjekja e tyre, por nëse shikojmë edhe në aspektin gjeopolitik, këtu kemi tradhti të venezuelanëve apo Venezuelës, po ashtu nga Rusia dhe ndoshta edhe nga Kina, për shkak se me dhënien e Ukrainës hemisferës ruse, besoj që Amerika beson se është arsyeshme që ta merr Venezuelën dhe naftën e Venezuelës, dhe ndoshta kjo është një pazar më i madh që është caktuar në takimin mes Putinit dhe Trump, për ndarjen e hemisferave dhe administrimin e tyre nga fuqitë e mëdha. E qartë, zoti Daudi, nga ana tjetër, ndërsa Maduro përballet me akuzat për trafik droge dhe armë, administrata amerikane nga ana tjetër e përshkruan operacionin si një mision të ligjit, por edhe të stabilitetit rajonal. A është vërtet e besueshme kjo narrativ kur një operacion ushtarak dhe arrestimi një presidenti bie ndesh ndërkaq me praktika tradicionale të ligjit ndërkombëtar? Ligji ndërkombëtar amerikan është ligji i xhunglës, pra nuk duhet të besohet asgjë që del nga goja e pushtetarëve amerikan. Ata rend të parë thejnë kushtetutën e tyre, se nuk ka të drejtë presidenti i Amerikës të sulmojë një shtet, t'i hap luftë një shteti pa lejen e Senatit amerikan, po këtë e bëjnë dhe nuk është se respektojnë kushtetutën e tyre. E lënë më kushtetutën apo ligjet e drejtës ndërkombëtare publike, kuptohet që për ta sulmuar një shtet duhet leje nga OKB-ja, nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, dhe kuptohet që aty nuk do t'i jepte as Kina, as Rusia të drejtë që ta sulmojë. Dhe të gjithë ato fjalë se Venezuela merret me trafikun e kokainës, besoj që në Shqipëri e din më mirë se keni shumë trafikant droge në Shqipëri, dhe nuk besoj që nuk e besojnë në Shqipëri këtë, se ata e din shumë më mirë
se ku prodhohet droga si shkon në Amerikë, kuptohet shkon nëpërmjet Meksikos, mirë po rruga nuk kuptohet që shumë një sasi e vogël kalon nëpër Venezuelë, dhe kjo është realiteti i ri ndërkombëtar për fat të keq. E qartë. Ndërkaq, zoti Dauti, Donald Trump ka paralajmëruar dhe zëvendësen e Maduros se do të paguajë të njëjtin çmim shumë të madh, pra duke krahasuar çmimin e saj me atë të presidentit Nicolas Maduros. A nuk e kthen në shpytja ime kjo ndërhyrje në një kërcënim të hapur politik dhe një presion të drejtë për drejtë ndoshta ndaj qeverisë së një vendi sovran? Po kuptohet që është kërcënim. Ne duhet ta mendojmë që para besoj në gusht të vitit 2025, Ministria e Drejtësisë Pambondi dha një deklaratë ku tha që do të japin $50 milion për ata të cilët do të na japin informat për arrestimin e Maduros. Pra një shtet jep para për vrasjen apo arrestimin e një presidenti tjetër, dhe kuptohet që nuk ka logjik kjo çështje. Mirë po ka njerëz të interesuar për ata para, dhe si duket nga rrethi Maduros, disa i kanë kërkuar apo kanë planifikuar që t'i marrin ata $50 milion, për shkak se me inflacionin e madh në Venezuelë, besoj që është më e madhja në botë inflacioni në Venezuelë, për shkak të sanksioneve ekonomike që i bën Amerika Venezuelës. Kuptohet që është shitur presidenti Maduro, dhe kuptohet që këta informata ndoshta do t'i marrin mbas një viti, 2 viti, si ka erdhur në arrestimin e tij. Mirëpo ne jo vetëm që me sulmin e fundit që e thën ligjin ndërkombëtar dhe e kërcënon një shtet Amerika, neve na kujtohet që u avidhnin edhe tankerët me naftë që dilnin nga Venezuela. Pra bëhet fjalë për një pirateri e cila me drejtën ndërkombëtare publike është ndaluar. Ishte një blokadë të një shteti që të mund të lëviz të lundroj me anije. Neve na kujtohet po ashtu e ndaluan edhe që aeroplanët civil apo të gjithë hapësirën ajrore të Venezuelës të kalojnë aeroplan, edhe ajo është një thirrje e drejtës ndërkombëtare publike. Dhe çka bënin po ashtu edhe i vrisnin me anije të vogla të cilat kalonin civil të ndryshëm, dhe të paktën 100 vet janë vrarë, që është një krim në vete, dhe që mund të konsiderohet edhe krim lufte dhe mund të kërkohet përgjegjësi për presidentin Trump apo për ata general të cilët kanë dhënë urdhër që peshkatar apo banor të ndryshëm i kanë